Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Në ajetin 197 të surës Bekara, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Furnizohuni, se me të vërtet furnizimi më i mirë është devotshmëria. Prandaj kini frikë për meje, o njerëz të mençur. Ky ajet na mëson se furnizimi më i rëndësishëm nuk është ai material, por është devotshmëria, që nën kupton frikë respekt ndaj Allahut, vetëdije të vazhdueshme për të dhe përmbajtje nga mëkatet. Njeriu duhet të përgatitet për çdo udhtim në jetë, por mbi të gjitha për udhtimin drejt Allahut në botën e përjetshme. Furnizimi më i mirë është zemra e pastër dhe devotshmëria. Ky ajet na bën thirrje që të jemi të përgjegjshëm në jetën tonë dhe të planifikojmë, të lëvizim, të punojmë, të mos mbështetemi vetëm tek aspektet materiale, të kultivojmë devotshmërinë si kapitalin më të madh të jetës. Devotshmëria është furnizimi më i vlefshëm për këtë botë dhe për botën tjetër. Edhe ajeti që flet për obligimin e agjerimit mbyllet me thënien që të jeni të devotshëm. Pra, qëllimi i agjerimit është për arritja e devotshmërisë. Për çfarë është devotshmëria? Devotshmëria është ruajtja e vetes nga mëkati dhe zemrimi i Allahut, duke jetuar me frikë respekt, me bindje dhe me sinqeritet. Sipas mësimeve të Kuranit, devotshmëria nuk është vetëm ritual, si namazi, agjerimi, haxhi e të tjerë, por ajo është një gjendje zemre që reflektohet në sjellje, në moral, në vepra dhe në vendimarrje. Devotshmëria është të jetosh çdo ditë sikur je para Allahut fuqiplot. Të punosh me ndërgjegjje të pastër, me përmbajtje nga e keqja dhe me përkushtim ndaj së mirës. Mund të thuhet se devotshmëria është gjendje apo cilësi e brendshme shpirtërore që e ruan njeriu nga rënja në gjërat të dyshimta dhe në të ndaluara apo në harame. Madje ajo shtyn dhe të largon nga disa gjëra të lejuara natyrshëm për bën pra shtyllën kurrizore, pra të anës morale apo të moralit. Muaji i Ramazanit është muaji i devotshmërisë. Ndër mbikëqyrjet më të rëndësishme që duhet të kushtojmë vëmendje të veçantë në muajin e Ramazanit është çështja e devotshmërisë dhe përmbajtjes nga të ndaluarat për shkak të rëndësisë së saj të veçantë. Pra nga ato të ndaluara që i ka ndaluar Allahu fuqiplot. Për këtë arsye në transmetimet për hadithet e nderuara
devotshmëria është konsideruar si themeli i fesë, si tipar i të sinqertëve, përmirësuese e shpirtrave dhe ndërtuese e karakterit të njeriut. Madje është transmetuar nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë, devotshmëria e njeriut është në përpjestim me fenë e tij. Hadithe të shumta flasin për devotshmërinë ndaj të ndaluarve të Allahut. Pra, të jemi të kujdesshëm nga ato që ka ndaluar Allahu fuqiplot, të njihemi me to dhe të largohemi prej tyre. Është transmetuar nga profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, se ka thënë: lënia e një kafshate haram është më e dashur tek Allahu se sa falja e 2.000 rekateve vullnetar nafile. Pra të praktikësh një kafshat haram, të fituar pra me haram, me gjëra të ndaluara, me vjedhje, me shitje të ndaluarve, të fituar me mashtrim e tjerë. Kjo lënia e kësaj kafshate pra me haram është më e mirë, më e dashur tek Allahu, se sa të falen 2.000 rekat nafile vullnetare. Është transmetuar nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: ulja e shikimit nga të ndaluarat e Allahut është adhurimi më i mirë. Pra, të mos shikosh ato që i ka ndaluar Allahu të shihen. Dhe kjo vepër është adhurimi më i mirë. Është transmetuar nga Imam Ali ibn Husain Zainul Abidin, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: kush largohet nga ajo që Allahu e ka ndaluar, ai është ndër njerëzit më adhurues. Pra, devotshmëria e bën njeriu që të heqë dorë, të largohet, madje as të mos e mendoj haramin. Dhe ky interesim i madh i Islamit për të qenë pra të devotshëm ndaj të ndaluarve të Allahut synon pastrimin e njeriu nga çdo e keqe, nga çdo mëkat. Synon ndërtimin e njeriu me një karakter të pastër, me një ndërgjegje të pastër dhe me zemër e shpirt të pastër. Synon ta largoj njeriu nga të dyshimtat dhe nga të ndaluarat, sepse në to ka pasoja të mëdha, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Është transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, se ka thënë: namazi pas një njeriu të devotshëm është i pranuar. Dhurata për një njeri të devotshëm është e pranuar. Ulja, pra qëndrimi me një njeri të devotshëm është prej adhurimit dhe biseda me të është sadekat. Dhe kjo thënie e profetit zgjedh pa mirësinë e devotshmërisë, si dhe pozitën e të devotshëm tek Allahu, sepse çdo gjë është e pranuar. Çdo vepër që është e lidhur me devotshmërinë është e pranuar tek Allahu fuqiplot. Të devotshmit në këtë jetë do të hyjnë në xhenet pa llogari. Është transmetuar
nga i dashuri zemrave tona, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, se ka thënë: Allahu i lartësuar i ka thënë profetit Musa alaihi salam: O Musa, në ditën e Kiametit nuk do të më dalë përpara asnjë rob pa e marrë në llogari për atë që ka në duart e tij, përveç atyre që janë prej të devotshmëve, pra që ruhen nga të ndaluarat Allahut. Sepse thot, unë turprohem prej tyre, i nderoj dhe i madhëroj, dhe i fus në xhennet pa llogari. Pra lum ata që janë të devotshëm në këtë jetë, të cilët do të hyjnë në xhennet pa llogari në jetën tjetër. Prej mirësive të devotshmërisë është se devotshmëria ndaj të ndaluarve të Allahut të madhëruar, ajo nuk është më e ulët në gradë se sa afrimi tek Allahu përmes obligimeve, kryerje të detyrave fetare. Është transmetuar nga Imam Jafar Sadiku, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: Allahu i shpalli fshehtas Musait, paqja qoftë mbi të, dhe i tha: O Musa, ata që kërkojnë të afrohen tek unë nuk janë afruar me asgjë më të dashur për mua se sa me devotshmërinë ndaj të ndaluarve të mia. Unë do t'i vendos ata në xhenetën e Adnit dhe nuk do të ndaj me ta as këmbra. Pra do t'jenë në atë xhenetet e Adnit, do t'jenë vetëm për atë devotshëm dhe askush tjetër. Devotshmëria është tipari atyre që e duan e ehlivetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali. Është transmetuar nga Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, se ka thënë: Kush na do neve ehlivetin, le të veproj me veprat tona dhe le të ndihmohet me devotshmëri, sepse ajo është ndihma më e mirë për çështjen e dynjas dhe të ahiretit. Është transmetuar nga Imam Muhammed Bakr, paqja qoftë mbi të, se ka thënë, i ka thënë njërit për shokëve të tij, Huthejme: Përcillu udhëtarëve tanë selamin prej nesh dhe porositi me devotshmëri ndaj Allahut të madhruar. Dije o Huthejme se ne nuk mund t'u bëjmë dobi atyre para Allahut pa vepra, dhe ata nuk do të arrijnë miqësinë, dashurinë, pra vilajetin ton, përveç se me devotshmëri. Ta duhesh ehlivetin nuk është thjesht një slogan. Dashuria për ehlivetin nuk është thjesht shqiptim, apo të thuash e kam në zemër ehlivetin. Dashuria për ehlivetin duhet të përkthehet në vepra, në moral, në sjellje të mirë, ashtu siç ishin ata. Të dashur vëllezër dhe motra, të devotshmit janë afër Allahut. Është transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, se ka thënë: Shoqëruesi Allahut nesër në ditën e Kiametit do të jenë njerëzit e devotshmërisë dhe të asketismit në këtë jetë, në dynjë. Devotshmëria shumë fishon shpërblimin. Është transmetuar përsëri nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali, se ka thënë: 2 rekate nga një njeri i devotshëm janë më të mira se 1000 rekate nga ai që i përzihen për halalin me haramin. Gjithashtu, devotshmëria përveç mirësive të saj
Mungesa e devotshmërisë ka ato pasojë të fatkeqësitë e veta. Mungesa e devotshmërisë ka pasojë të rënda, për të cilat nuk mund të ndihmojë asnjë vepër tjetër. Një person që vepron pa devotshmëri është si ai që ecën në shi duke shpresuar që të mos laget. Fatkeqësitë e mungesës së devotshmërisë janë e para mos pranimi i veprave. Veprat pranohen ose refuzohen me anë të devotshmërisë. Në ajetin 27 të surës Maide, Allahu thotë se ai pranon vetëm nga të devotshmit. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allahu pranon vetëm prej të devotshmëve. Është transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi se ka thënë: edhe sikur të falnit namaz derisa të bëheshit si shtylla dhe të agjeroni derisa të bëheshit si këndi, pra të topët, të thatë, Allahu nuk do të pranonte për jush vetëse me devotshmëri. Mungesa e devotshmërisë është shkatërrimi i fesë. Kjo sepse bukuria e besimtarit është në devotshmërinë e tij dhe shmangjen nga mëkatet. Prandaj, ai që nuk ka devotshmëri e shkatërron fenë e tij. Është transmetuar nga Imam Aliu paqja qoftë mbi të se ka thënë: shkatërron fenë e tij ai që largohet nga devotshmëria. Fatkeqësi e tretë është se Allahu nuk e sheh atë që nuk ka devotshmëri. Është transmetuar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi se ka thënë: kush nuk ka devotshmëri që ta pengojnë nga mëkati ndaj Allahut, kur mbetet vetëm me të, që pra personi me mëkatin, Allahu nuk e merr parasysh asnjë vepër nga veprat e tij të tjera. Kjo është frika nga Allahu në fshehtësi dhe haptasi. Ekonomia në varfëri dhe pasuri dhe drejtësia në kënaqësi dhe zemrim, pra tregojnë devotshmërinë. Të dashur vëllezër dhe motra, jemi pra në muajin e devotshmërisë, në muajin e bekuar të Ramazanit. Le ta shfrytëzojmë këtë muaj duke kultivuar devotshmërinë në zemrën tonë, sepse devotshmëria është ajo diga mbrojtëse që na mbron nga çytjet e djallit të mallkuar. Le të pajisemi, le të furnizohemi për udhëtimin e pakthyeshëm me devotshmëri. Le të garojmë në furnizimin me devotshmëri dhe të mos garojmë në furnizimin me anë materiale. Të mos garojmë se kush do të vendos më shumë pasuri, sepse çdo gjë do të lihet pas. Asgjë nuk do marri me vete. Vetëse veprat e mira dhe devotshmërinë, këto na bëjnë dobi nesër tek Allahu i madhruar. Allahu na e pranoft agjerimin, adhurimin dhe veprat në këtë muaj të bekuar. Allahu na mundsoft që të jemi prej të devotshmëve. Allahu ju ruajt ju, familjet tuaja, kudo që t'jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.